Skuadra jone futbollit Burreli nuk arriti të fitonte në transfer të dielën e 1 marsit ndaj Besës së Kavajës. Ndeshja e luajtur në stadiumin Luzi Vogël pati polemika ndaj gjykimit, gjë që prodhoi edhe një numër kartonush në dëm të ekipit matjan. Ndeshja ishte parashikuar e vështirë, ndërsa vendësit kishin menduar zgjidhjen duke kërkuar mbështetjen e treshës gjykuese. Burime pranë stafit teknik thanë se gjithë loja është gjykuar në anë të njëanshme nga treshja gjykuese, duke dhënë favor ekipit të Besës. Ky i fundit ka shënuar vetëm një gol në minutën e 22 të takimit dhe është mjaftuar me aq duke mbrojtur rezultatin deri në mbyllje të të gjithë ndeshjes. Tentativat e matjanëve me Hotin, Fetajn e të tjerë rezultuan të pasuksesshme, duke bërë që gjithë loja të mbyllej Besa 1 e Burreli 0. Rezultati i këtij takimi nuk ndikoi në renditjen e përgjithshme pasi Burreli vijon të qëndrojë në vendin e 6 me 31 pikë, ndërsa ai është afruar Besa me 28 pikë. Ndeshjet e tjera të javës së 24 u mbyllën në Iliria Kukosi 1-1, Luftëtari Skënderbeu 0-3, Korabi Kastrioti 1-0, Apolonia Pogradeci 1-2 dhe Lushnja Laçi 1-5. Skënderbeu dhe Laçi vijojnë të jenë ekipet që ngjiten direkt në Super League me nga 57 dhe 54 pikë, ndërsa Luftëtari e Lushnja zbresin direkt në kategorinë e dytë me 19 dhe 16 pikë.